Tu në gjatë jeta uroj të jeni mirë. Miq dashur, në këtë fillim jave kam dëshirë shumë t'i kërkoj ndjesë miqve nga shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të cilët kanë thënë Kreshnik na ka lënë pak pas dore dhe nuk e marr me ne, nuk e marr me çështjen këtu. Unë sigurisht jam marr me të gjithë çështjet shqiptare këtu në Shqipëri, në Kosovë, jam përqendruar më shumë sepse kanë qenë atje e gjithë pesha, por sot do të merrem pak me historinë e Maqedonisë Veriut dhe zgjedhjet lokale që sapo u zhvilluan atje, përse Edi Rama dhe UÇK-ja dhe tubimi i Tiranës nuk mundën ta shpëtojnë komandant Ali Ahmetin nga kapitullimi në Republikën e Maqedonisë Veriut dhe kapitullimi i tij si faktor i rëndësishëm dhe determinant politik në mesin e shqiptarëve. Ajo që ka ndodhur janë zgjedhjet të cilat ju gjithë i keni parë, zgjedhjet lokale pa diskutim nuk kanë rëndësi në zgjedhjeve politike, por janë një tregues i qartë dhe janë një kampion i sinqert i situatës dhe i analizave të shëndetit të trupit maqedon dhe të trupit shqiptar brenda Republikën e Maqedonisë Veriut. Ka një zhvillim i cili duhet dhe vlen të ndalim aty që të kuptojmë se si lëvizën, si reagoi populli i Maqedonës, i Maqedonisë, si reaguan shqiptarët atje dhe përse e gjithë festivali nacionalist i Tiranës, i cili për hir të vërtetës kishte një figurë qendrore që ishte Ali Ahmeti, përtej të gjitha synimeve të tjera të Edi Ramës, të cilat unë ju shpjegova tek dy videot që do t'i shihni më poshtë, videot në të cilat unë shpjegova se përse Edi Rama organizoi tubimin nacionalist të UÇK-s dhe daljen e tij pra në mbrojtje të komandantëve, ish komandantëve të UÇK-s të arrestuar në Hag. Njëri prej synimeve kryesor të Edi Ramës dhe njëri nga objektivat madhor të Edi Ramës në tubimin që u bë në Tiranë për UÇK-n ishte promovimi dhe mbajtja oksigjenimi i Ali Ahmetit. Ky personazh i cili ka qenë i lëvizshëm ndërmjet emblematikut dhe problematikut, ndërmjet njeriu të dhelprës i cili ka luajtur me dinakri të rrallë, prej marrëveshjes Ohrit e deri më sot, ka dominuar prej 20 vitesh skemën politike në Republikën e Maqedonisë Veriut, ka qenë një nga lojtarët dominant atje, ka qenë një nga lojtarët që e ka përdorur dhe ka krijuar pra në një farë mënyre apo në një tjetër atë inflacionin nacionalist apo inflacionin kombëtarist për të cilin unë ju kam folur dhe ju kam shpjeguar vazhdimisht. Çfarë po ndodh në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Përse kapitulloi Ali Ahmeti? Përse dështoi Edi Rama dhe establishmenti i rilindjes në Tiranë miqt e Vučićit që të shpëtojnë Ali Ahmetin në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Si kanë reflektuar shqiptarët? Çfarë kanë vendosur shqiptarët? Përse shqiptarët nuk ushqehen më me flamur? Si ka nisur zgjimi i shqiptarëve në trojet shqiptare? Si ka nisur vetëdijësimi i tyre? Si po reflektohet kjo politikisht në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut dhe si po rezulton kjo me rezultate konkrete, me prova konkrete, me përfundime konkrete tek të dhënat në kutitë e votimit, si po riformatohet struktura dhe arkitektura politike e zonave dhe e rajoneve të influencës në trojet shqiptare nga Tirana në Prishtinë, në Shkup, atje ku ka fituar koalicioni Vlen ndaj Ali Ahmetit në dy bazat, në dy bastionet kryesore, siç është Çajiri i Shkupit dhe Tetova, fitore e fort dhe shumë domethënëse që ka shumë kuptime të mëdha dhe unë do të ndalem sot ta kuptojmë atë bashkarisht dhe mënyrën se si reflekton kjo tek mendësia dhe tek psikoza dhe tek psikologjia politike e shqiptarëve në rajon, se si shqiptarët kanë nisur të kuptojnë, dhe kjo është shumë e shëndetshme, kanë nisur të kuptojnë të gjitha lojrat e vjetra, si po përpiqen të ngrihen dhe të nxjerrin nga loja elitat e vjetra politike, të cilat shpesh herë ka ndodhur që janë maskuar pas UÇK-s, pas patriotizmit, pas flamurit kombëtar, pas Shqipnisë, pas Gjergj Kastriotit Skënderbeut, pas rilindjes kombëtare, pas gjithçkaje
e cila u përdor në dimensionin e saj inflacionist dhe prodhoi dështimin e tyre. Kjo është për arsye se sot në kohën e rrjeteve sociale, në kohën e mediave sociale, në kohën e internetit, në kohën e të gjitha këtyre zhvillime të jashtëzakonshme teknologjike, në kohën kur në kohë rekord ti mund të marrësh dhe mund të shohësh informacion nga kudo në botë, është e pamundur të i mashtrosh njerëzit deri në fund dhe lojtarët e vjetër, të cilët kontrollonin status quo në trojët shqiptare, është duke i ardhur fundi dal e nga dal. Fitoria e Çajirit nga koalicioni Vlen në Çajir pra dhe në Tetov janë dy bastionet më të mëdha të shqiptarëve, tregojnë peshën e rënd politike dhe ku është transferuar tashmë graviteti politik i vendimarrjes politike, qoftë në nivel lokal, por qoftë edhe në nivel të lartë politik, paçka rezultatet e zgjedhjeve lokale nuk kanë ndikim të drejtë për drejtë në politikën qendrore apo në politikat strategjike të Republikës Maqedonisë Veriut, pasi ato janë në dorë të Hristo Miskovskit, pra kryetarit të VMRO-DPMNE-s, me cilën koalicioni Vlen është bashkë me të pra në aleancë parazgjedhore, por duket qartë që graviteti politik i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut po zhvendoset nga lojtari i vjetër Ali Ahmeti, i cili e dominoi fushën për 20 vjet me radhë dhe transferohet tashmë tek lojtarë të ri, të cilët me sa duket po shfaqen më karizmatik, më shërbëtor ndaj popullit, më efektiv, më produktiv në politikat lokale, në zgjedhjet, në shërbimin e njerëzve, pasi zgjedhjet lokale dhe komunat, bashkit janë një mënyrë e efektive për të treguar disponibilitetin dhe gatishmërinë, pra për të qenë më afër halleve të përditshme të qytetarëve që janë në rruga, shtrimi i rrugës, uji, dritat, ujësjellsi, kanalizimet, jeta e tyre e përditshme, ajo që preket jashtë kulisave të vendimeve të mëdha politike që mund t'i marrin instancat strategjike pjesëmarrje në qeveri apo jo. Ka një fitore të thellë të VMRO-DPMNE-s që ka dominuar 50 komuna në Maqedoninë e Veriut, në Republikën e Maqedonisë Veriut. Ju kërkojmë ndjes nëse nuk e përmendim që mos bëjmë lapsus politik, sepse Republika e Maqedonisë Veriut do pak kohë që të ngulitet në mendje. Ne jemi fiksuar Maqedonia apo shqiptarët e Maqedonisë, por do të me shprehi, me kalimin e kohës, do të bëhet shprehi edhe Republika e Maqedonisë Veriut. Është një fitore e cila tregon një dominim të thellë, dominim edhe në pjesën slavo-maqedonse, edhe në pjesën shqiptare, dy pika gravitetit të cilat edhe pse mund mos jenë domosdoshmërisht në kursin strategjik në çdo detaj të përputhura me njëri tjetrin, për arsye të një dominance të një nervi pan-slavist apo nacionalist të fort, agresiv tek Mickovski dhe tek VMRO-DPMNE-ja, duket qartë që edhe koalicioni Vlen me zotin Mexhidi, me zotin Kasami, me këto drejtuesit e koalicionit, pra janë tregues që edhe ata do të mbajnë karrocën e Maqedonisë, që të ruajnë ekuilibrin e saj ndërmjet integrimeve euroatlantike, integrimeve europiane, kursit euroatlantist të Maqedonisë së Veriut, të cilin ja dikton edhe pragmatizmi, por edhe status quo-ja, që është Republika e Maqedonisë Veriut, është anëtare e NATO-s dhe ka shumë të vështirë të bëjë që t'i çmendet kali. Për këtë arsye, edhe një balancim i Vlenit për këtë koalicion do të ishte me vlerë për këtë moment strategjik në cilin po kalon rajoni dhe interesat e shqiptarëve në përgjithësi. Duket qartë që shqiptarët tashmë e kanë marrë mësimin, nuk mundet të pranojnë më që të ushqehen me flamur, nuk i gënjen më dot me Kuqezi, nuk i gënjen dot me Skënderbeun, me Nën Terezën dhe me rilindjen kombëtare, nuk i hanë më shqiptarët. Këto nuk i hanë më siç i përdorin këta anti-shqiptarët e Tiranës këtu, të cilët kanë bërë të gjitha të zezat në kurrizë të Kosovës, por u thonë shqiptarëve sa herë
bien keq, kanë filluar të kontrollojnë të gjitha ato tre energjitë për të cilat ju kam folur vazhdimisht, energjitë për të cilat flet Freudi, emocioni kombëtarist, nacionalist, emocioni religjioz nëpërmjet kontrollimit të hoxhallarëve dhe të priftërive, të cilët i shërbejnë në 90% të tyre, i shërbejnë klikave në pushtet dhe janë lozhat të tyre, këta zyrtarët, ndërsa klerikët e nderuar, hoxhallarë dhe priftërit të ndershëm, të cilët nuk i shërbejnë klikave, nuk i shërbejnë anti-shqiptarisë dhe nuk i shërbejnë kuzhinave erqelbura të pushtetit, meritojnë të gjithë suportin e popullit, sepse përgjithsisht ata janë klerik, hoxhallar, priftëri, dervishler, të cilët janë kryesisht pa bukë, janë me paga shumë të ulta, janë me rroga shumë të dobta, nuk kanë asnjë lloj protagonizmi publik në rrjetet sociale apo në media, dhe ata janë burrat e ndershëm, qofshin të krishterë, ortodoks, katolik, musliman, bektashi, të cilët ruajnë besimin e pastër në Zot dhe shpirtin e pastër të papërlyer tek kuzhinat erqelbura të politikës, siç e bën zakonisht kleri tradicional i pushtetit, kanë qenë vazhdimisht kolaboracionist dhe janë edhe këtu në Shqipëri, janë dhe në të gjithë botën. Janë kontrolluar, pra, përpjekja e tradhtisë në Shqipëri për të kontrolluar emocionin nacionalist kombëtarist, emocionin religjioz duke bërë kolaboracionist, bashkëpunëtor të pushtetit, klerin, dhe pushteti erotik, pushteti seksual, i cili kontrollohet nëpërmjet emisioneve dhe programeve të fuqishme me eros brenda, me shenja të forta, me mesazhe të fuqishme erotike brenda. Të gjitha këto formate nuk janë rastësore, kanë për synim kontrollin e këtyre tre energjive kryesore, që është religioni, nacionalizmi, patriotizmi dhe erotika, seksualiteti dhe sensualiteti. Të tre këto bomba bërthamore që janë lëvizësit e qenies njerëzore në trojet shqiptare kontrollohen përgjithsisht nga elitat politike pro Beogradit dhe pro anti-shqiptare. Pse? Sepse kontrollimi i shqiptarëve nëpërmjet aseteve politike, nëpërmjet aseteve ekonomike, për arsye se elitat anti-shqiptare janë më të pasur se shqiptarët e vërtet. Hoxhallarët dhe priftëritë e shitur janë 100 herë më të pasur se hoxhallarët dhe priftëritë që i shërbejnë kombit dhe popullit tyre, dhe ata të cilët kontrollojnë narrativën sensualiste, seksualiste dhe erotike, që është një energji që thith pjesën më të madhe të popullatës, kontrollojnë mediat e fuqishme që kanë pushtet dhe kapital për të ndikuar tek mendjet e njerëzve dhe në përmendjet e shqiptarëve. Në fund të ditës, skema është që këto media që kanë fuqi të marrë nga pushteti anti-shqiptar, bashkë me prime time-in, bashkë me formatet televizive, krijojnë formate televizive në bashkëpunim me klerin, në bashkëpunim me erotikën dhe me të gjithë seksualitetin agresiv me cilin sulmojnë shqiptarët, dhe kontrollojnë dhe narrativën nacionaliste patriotike, një për të mpirë me seksualitet dhe sensualitet, për të droguar, për të relaksuar dhe për thithur këtë energji kaq të fuqishme, për të ngulur më pas anti-shqiptarin të maskuar me shqiptari dhe me flamur, dhe më pas për t'i ngulur edhe fikën dhe shiringën e religionit, duke e maskuar me Allahun, apo me Jezu Krishtin, apo me Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata. Të gjitha skemat anti-shqiptare si rezultat i këtij kooperimi ndërmjet klerit kolaboracionist, medias së majme e cila kontrollohet nga oligark biznesmen që i marrin të mirat materiale dhe pushtetin e kapitalit nga pushteti anti-shqiptar në politikën qendrore, që është Edi Rama si kontrollues i lojës së Beogradit, jo vetëm në Tiranë, por tenton të luajë edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut. Në Kosovë e përzuri Albin Kurti, sepse i futi ruspën dhe shkelmin dhe nuk e lë të luaj fort në Kosovë, pavarësisht jemi apo si jemi dakord me Albin Kurtin gjithmonë. Në Kosovë i ka ngecur sharra fort,
kërkoi të ngul një gozhd të fortë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e përzun Edi Ramën edhe nga Maqedonia e Veriut dhe rrufeshëm shqiptarët e Maqedonisë së Veriut me brilancë të jashtëzakonshme, me një intuit të frikshme. Unë i kam gjanë shumë, e deklaroj prap, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë pjesa më e ëmbël, më e pastër. Për mendimin tim, ndoshta e kam gabim, mund të jetë dhe opinion personal, mund të jetë nostalgji personale. Unë mendoj që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë pjesa më e kristalt, më e pastër, më benigje e të gjitha trojeve shqiptare. Sigurisht unë i dua edhe në Kosovë, i dua edhe në Preshev, i dua në Malsi, i dua në Shqipëri, në trojet shqiptare, në diasporë kudo që janë gjithë vëllezërit tanë, por ata të Maqedonisë kanë qenë shumë të nëpërkëmbur, kanë qenë shumë të poshtruar, edhe në Kosovë, po këtu në Maqedoni i kanë shpartallu komplet, i kanë lënë pa studiu, i kanë lënë pa shkollë, i kanë lënë pa arsim, i kanë vrarë në administrat, i kanë futur për burgje, i kanë shkatëru, i kanë masakru, nuk i kanë lënë të punojnë në administrat, kanë qenë niveli kështu poshtë fare, i kanë shkel me këmbë, i kanë shkel me këpucë. Dhe për 20 vjet, Ali Ahmeti që kishte pushtetin dhe që shqiptarët i besuan atit, ai e shndërroi pushtetin në një feud të Ali Ahmetit, për pasurimin e Ali Ahmetit dhe të njerëzve përreth tij, e ktheu administratën në një vend për të pasuruar ai dhe njerëzit rreth tij, dhe nuk ja doli Ali Ahmeti tashmë të ringrihet dhe gjunjët e tij të brishta dhe të dërmuara nga 20 vjet dhe nga intuita e fuqishme e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, që besoj se i është aktivizuar ai indi i sistemit imunitar, të cilin Zoti, i Madhi Zot, e pajis njeriu dhe e furnizon, siç ju kam thënë, prej lindjes së tij në mënyrë që t'i bëj ballë viruseve të rrezikshme të jetës. Ali Ahmeti nuk ja doli, as Edi Rama nuk ja doli me teatrin e UÇK-s në Tiranë, sepse shqiptarët tashmë janë zgjuar. Shqiptarët janë zgjuar në Republikën e Kosovës, Zotit i qofshin fal, në Maqedoninë e Veriut po zgjohen fuqimisht, dhe kjo si rezultat i një betejë të vazhdueshme të asaj që quhet, të atij që quhet vetëdijsim, bisedat e vazhdueshme, shkrimet, videot që i bëjmë pa ndërprerje, këtu miq tanë të tjerë që i bëjnë Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, nuk e lejojnë më mjegullnajen e Beogradit në trojet shqiptare, që të kontrollohet shqiptaria nga një shqiptari e maskuar nga argatët e Beogradit. Po pse je kaq agresiv o Kreshnik, pse je kaq i ashpër? Nuk jam i ashpër, unë flas vazhdimisht, përpiqem të flas dhe argumentoj gjithçka. Në qoftë se dikush do të replikoj, le të më replikoj me argument pse ai është kundër kësaj që unë po them. Pra, le t'i marrim një nga një. Cili ka qenë qëndrimi i Ali Ahmetit për Open Balkan? Cili ka qenë qëndrimi i Ali Ahmetit për shkëmbimin e territoreve? Cili ka qenë qëndrimi i Ali Ahmetit për të gjitha nismat të cilat kanë qenë të përkrahura nga Edi Rama dhe Aleksandar Vučić për të aneksuar Kosovën, për të nxjerrë nga loja Kosovën, për të nxjerrë nga loja faktorët shqiptar në Kosovë, për të shquar përpara planin për ndarjen e Kosovës, për shkëmbim territorësh, për zajednicë dhe për Ballkan të hapur. Gjithmonë Ali Ahmeti ka luajtur një lloj neutraliteti negativ, i cili ka dashur të ruaj ekuilibrin ndërmjet Tiranës dhe Beogradit. Për këtë arsye, shqiptarët e Maqedonisë, vëllezërit dhe motrat tanë atje, e kanë lexuar me intuit të jashtëzakonshme këto qëndrime dhelprake të Ali Ahmetit, të cilat e kanë bërë atë të luhatet ndërmjet një protagonizmi të veshur me UÇK dhe me luftë çlirimtare, dhe ndërmjet një ish të shkuare e cila e ndikton trajektoren e tij politike që të mos jetë agresive apo e sulmueshme nga Beogradi, por as e sulmuar agresivisht prej Beogradit këtu në Maqedoninë e Veriut. Pra, ky është një tregues i qartë
që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, edhe nëse nuk janë ekspert të gjeopolitikës apo të politikës, e kanë intuitën dhe i dhanë një mesazh të fortë Ali Ahmetit dhe sundimit të tij 20 vjeçar, i dhanë një mesazh të fortë Edi Ramës dhe establishmentit anti-shqiptar të rilindjes këtu në Tiranë, që luajnë për Beogradin dhe për Aleksandar Vučićin, dhanë një mesazh për shqiptarët e Kosovës që Republika e Maqedonisë së Veriut e ka kuptuar tashmë lojën, dhe ky është një hap i madh i cili nuk e vesh vlenin zotin Mexhidi apo zotin Kasami apo të gjithë drejtuesit e vlenit, nuk i vesh automatikisht vetëm me fitore, as me privilegjin dhe krenarinë e fitores në Çajir dhe në Tetov, ku janë dy qendrat më të rëndësishme të gravitetit të politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë Veriut, por i vesh ata edhe me përgjegjësi të mëdha. Dhe ata duhet i kuptojnë këto përgjegjësi të mëdha. Duhet të mos e shpërdorojnë këtë besim që i dha populli shqiptar në Maqedoninë e Veriut, dhe të kuptojnë se shërbimi ndaj popullit tyre, shërbimi dhe ruajtja e gravitetit shqiptar në politikat strategjike të orientimit strategjik të Maqedonisë Veriut është një mision madhor strategjik, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për trajektoren dhe strukturën e sigurisë, arkitekturën e sigurisë dhe të gjeopolitikës përgjithsisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sikurse edhe zoti Ali Ahmeti duhet ta marrë mirë mesazhin, duhet ta përpunojë mirë mesazhin dhe ta kuptojë që shqiptarët tashmë në Maqedoninë e Veriut, por jo vetëm, edhe në trojet shqiptare, e njohin mirë lojën, i njohin mirë kulisat, i njohin mirë protagonizmat i improvizuar nacionalist për qëllime të ndyra, siç ishte edhe protagonizmi i konfiguruar nga regjizori Edi Rama në Tiranë me tubimin për Hashim Thaçin dhe për ish komandantët e UÇK-s. Shqiptarët, falzotit, po zgjohen dhe nuk do të hanë më dhe do të refuzojnë me neveri çdo lloj tentative për të në përkëmbur interesat e tyre, dhe unë jam shpresplot se ky zgjim do të vazhdojë me ritme të kënaqshme, do të vazhdojë me ritme të gëzueshme, dhe unë jam i bindur se nëse hecim me këto ritme, me këtë vetdije, shumë shpejt do ta çlirojmë edhe Tiranën nga barbaria anti-shqiptare e maskuar me UÇK, e maskuar me Hashim Thaç, e me Kadri Vesel, e me Jakub Krasniq, e me të gjithë luftëtarët e lirisë, dhe unë besoj që makiazhi fals i lojtarëve të Beogradit këtu në Tiranë do të bjerë shumë shpejt, dhe plaka e rilindjes, plaka imorale e rilindjes do t'i dalë boja shumë shpejt edhe këtu në Shqipëri. Do t'jetë një proces i vështirë, nuk do t'jetë një proces i lehtë, sepse ata janë miliarderë, janë me mbështetje të fuqishme nga Beogradi, i cili për hir të vërtetës ka një lob në fuqi, në rritje me fuqinë ndikuese të jashtëzakonshme në Washington, por edhe në Bashkimin Evropian nuk do t'jetë sfidë e lehtë, por besoj që ashtu si thonë pra në një këngë amerikanët, Jordan Sparks, one step at a time, çdo hap, një hap në kohën e duhur, në çdo kohë, në çdo moment duhet hedhim hapin e duhur, duhet marrim veprimet e duhura dhe duhet të bëjmë zgjedhjet e duhura. Makiazhi kombëtarist në Tiranë, dje edhe në Maqedoninë e Veriut me një super mesazh të qartë, dhe shpresoj që zoti Ali Ahmeti të reflektoj dhe të marrë siç duhet mesazhin, dhe ka kohë ende, nëse e ka të lejuar, sigurisht, nëse nuk i ka lidhur këmbët atje ku nuk duhet, nëse nuk e ka të shkuarën ashtu siç akuzohet, ka ende kohë për të reflektuar dhe për t'ju kthyer Shqipënisë, për t'ju kthyer shqiptarisë, për t'ju kthyer vërtetësisë, me qëndrime të qarta, të prera, të vërteta, dhe jo me dhelpërinë neutrale
dhe me heshtjen strategjike që ka zgjedhur sa herë argatët e Beogradit këtu në Tiranë dhe në Prishtinë kanë zgjedhur të coptojnë dhe të bëjnë lokma Kosovën, shpatullën më të bukur, copën më të bukur, lokmën më të pashme dhe më të hishme të Shqipërisë dhe të shqiptarisë Kosovën, kanë dashur ta coptojnë. Ali Ahmeti ose ka ruajtur kursin e komunistëve të Beogradit këtu në Tiranë, ose kanë ndjekur distancimin taktik ose heshtjen strategjike. Zoti Ahmeti, kjo lojë u dojq, ky film u dojq, dhe feudi yt 20 vjeçar në Maqedoninë e Veriut tashmë ka mbaruar. Shqiptarët po zgjedhin të zëvendësojnë elitat e vjetra në trojet shqiptare dhe do t'i zëvendësojnë ato. Radhën e ka Tirana, sepse po nuk u çlirua Tirana, nuk është në shëndet të plot as shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, as shqiptarët në Kosovë, as në Medvezh dhe Bujanovc. Kjo është loja dhe do të bëhet më e komplikuar në ditët në vijim dhe në javët në vijim, muajt në vijim dhe në pak vitet në vijim, sepse jemi në konfigurimet e reja gjeopolitike globale, jemi në një marrëveshje të re mes Amerikës dhe Putinit që do të bëhet pas 2 javësh në Budapest dhe do të kuptojmë se cila do të jetë diagrama e re, cila do të jetë struktura e re e marrëveshjes së Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit në Budapest. Ka ardhur një presion i fortë i amerikanëve dhe një shuplak e re amerikanëve për Zelenskin në këtë moment dhe kanë refuzuar plotësisht dhe Donald Trump. Kur themi Donald Trump, nuk është vetëm Trumpit, kuptohemi, është loja e gjithë Amerikës. Mos lejoni t'ju gënjejnë demokrat republikan. Nuk guxon presidenti i Amerikës të dalë nga interesat e Amerikës së thellë, e Amerikës strategjike. Pavarësisht taktikës që zgjedhin amerikanët për të luajtur me stilin Donald Trump, stil atipik, shokues, godic, që e ndryshon mendimin, hidhet në sulm, godet, surprizon, shokon, trondit, habit. Këto janë të gjitha skenar të një lojtari të ri i cili ruan interesat strategjike të Amerikës me forma të reja, me strategji të reja dhe me taktika të reja. Por në thelb, presidenti republikan dhe presidenti demokrat nuk guxojnë të luajnë trajektoren strategjike të lëvizjes politikës jashtme amerikane në Ballkan, e cila vendoset për 50 vite dhe për 100 vite. Ne në këtë moment duhet të kuptojmë përse dhe si dhe çfarë do të ndodhë konkretisht ndërmjet Rusisë dhe Amerikës në Budapest. A do të mbrim në një marrëveshje apo nuk do të rrim në një marrëveshje, do të jemi në retorik. Amerika tashmë nxori e zbuloi kërkesën e saj të qartë ndaj Zelenskit. Trump i tha Zelenskit hiq dorë nga Donbasi. Pra erdhi tek kërkesa e Putinit që unë nuk shkoj në Moskë këtë populli im minimalisht pa marrë pjesët e aneksuara, Luhanskun, Donetskun dhe Zaporozhën dhe Kharkivin, pra 4 rajonet aneksuara. Putini dua thot neutralitet, mos pjesëmarrje në NATO. Kjo do të blindoj dhe do të kuptoj, do të sjell për ne sinjalet e qarta se si do të pozicionohet politika amerikane, NATO dhe BE-ja këtu në rajonin e Ballkanit. Sigurisht balanca me Izet Mexhidin dhe Bilal Kasamin, me koalicionin vlen dhe antarët e tjerë të koalicionit për qeverinë e Mickovskit do të jetë një garanci dhe duhet të jetë një garanci për trajektoren e Maqedonisë Veriut. Ajo ka edhe gjithashtu sfidat e veta për arsye të nervit, siç ju thash, dhe të damarit të ultranacionalist të Mickovskit, por që gjithsesi nuk ka mundësi të bëjë në një çmenduri të madhe akute në drejtim të ndryshimit të politikave strategjike për arsye të pranisë në NATO dhe të garancive të mëdha që ka prania në NATO, pavarësisht disa sfidave që i ka lidhur me procesin e integrimeve europiane. Europa nuk e di vetë ku e ka kokën, as e di vetë nëse do të jetë më deri në 2030 deri në 2029. Ndaj Edi Rama këtu na rren dhe na mashtron pa teklif fare, sepse ai e din shumë mirë që shqiptarëve do t'i japësh një rend dhe ata e gëlltisin për disa vite dhe kur ndodh hataja, pastaj s'ka më Europë, vjen dhe u thot shqiptarëve, unë desha t'ju çoj, thot, por ja ne s'kemi t'i bëjmë faktorëve madhor.
ishte loja madhe ajo që e prishi, por ne kishim ëndrrët, se kështu rrehen shqiptarët. Dhe ata mendojnë ashtu të paktën, por shqiptarët nuk do t'i lëmë ti mashtrojnë. Nuk ka mundësi. Gjithashtu sfida tjetër kryesore që lidhet me presionin e BE-s për qeverinë e Mickovskit për çështjen e ndryshimeve kushtetuese që lidhen me pakicat, me minoritetin bullgar në Maqedoni e Veriut dhe atë serb, mendoj që vleni duhet ta marrë si përgjegjësi. Duhet ta marrë si përgjegjësi këtë fitore, këtë në Çajir dhe në Tetov, dhe duhet ta përjetoj këtë përgjegjësi me duke lexuar, dhe unë besoj që ju keni fuqi dhe keni aftësi dhe integritet përveç vullnetit për ta lexuar situatën dhe për të ngritur shqiptarët në nivelin e përgjegjësisë, qoftë si faktor kyç dhe dominant në konfigurimin e strategjisë së përgjithshme të Republikës Maqedonisë së Veriut, por edhe si lojtar të rëndësishëm në rajon dhe si lojtar që luftojnë bashkërisht me Tiranën, me Prishtinën, për të forcuar indin shqiptar dhe interesat madhore shqiptare në këto ditë turbulente shumë të gjeopolitike në cilat po kalon jo vetëm Ballkani, por e gjithë bota. Këto ishin ajo çfarë kisha dëshirë të flas për sot. Ju uroj të gjithëve një javë të mbar, ka zhvillime të mëdha në arenën ndërkombëtare, por siç e dini, ato do t'i ndiqni vijojnë në numrin aq